Kosova synon ta shkruajë historinë pas 4 muajsh, duke kualifikuar në Kupën e Botës 2026 në futboll. Kjo do të ishte hera e parë që futbollistët kosovar do të luanin në një turnej të madh dhe këtë do ta bënin tamam në 10 vjetorin e pranimit të Kosovës në FIFA. Per analistin dhe profesorin e sporteve në Universitetin e Prishtinës, Malsor Gjombalaj, kualifikimi i Kosovës në botërorin që do të zhvillohet në Kanada, Meksik dhe SBA do të ishte diçka mbrenslënëse. Do të ishte përfaqësimi më i mirë që do të bëhej vendit në arenën ndërkombëtare. Ju gjithë dini për popularitetin e madh që gëzon loja e futbollit, për vëmendjen e madhe gjithandej botës, kësaj paraqitja e Kosovës në evente të tilla, në nivelit të lartë, që është Kupa e Botës, do të ishte njohja më e mirë gjithandej për shtetin e Kosovës. Por së pari të shohim si arriti Kosova deri këtu dhe cilat janë gjasat që ajo t'imposhtë Slovakinë dhe Turqinë apo Rumaninë për ta përmbushur ëndrrën e vet. Kur Kosova e nisi fushatën kualifikuese për botërorin e radhës, ajo e kishte vetëm një fitore në gjithë historinë e saj të re në kualifikimet për këtë turnej. Dhe disfata e thellë nga Zvicra në ndeshjen hapëse solli ndjesinë e një dështimi të radhës. Por në një ndryshim drastik, Kosova arriti 3 fitore dhe 2 barazime brenda muajsh për ta arritur play-offin, duke imposhtur Suedin 2 herë dhe Slovenin 1 herë dhe duke barazuar me Slovenin dhe Zvicrën në ndeshje të tjera. Këto 11 pikë ajo i fitoi, mund të themi, kryesisht pasi trajneri i saj, Franco Foda, hoqi dorë nga formacioni sulmues 4-3-3, që ja humbi ndeshjen me helvetikët dhe kaloi në një formacion klasik, 4-4-2, duke fliuar mbase yllën kryesor të kombëtares, Edon Zhegrovën. Kosova luajti futboll mbrojtës dhe ko pas kohë të mërzitshëm, por kështu Foda e pa mënyrën për ta quar përpara ekipin. Ardhjet e reja të Kosova, posaçërisht në mesfush si Elvis Reçbeçaj dhe Leon Avdullahu, luajtin në rol vendimtar, bashkë me mbrojtësit Albian Ajdari, Edion Gallapani dhe sulmuesin Fisnik Aslani. Çfarë janë gjasat për Kosovën? Mund të jetë herët për të folur, me që ndeshja e parë do të luhet pas disa muajsh. Nëse arrin ta kalojë Slovakinë në Bratislav me 26 mars, Kosova do ta kishte përparësinë e terrenit vendës kundër fituesit të përballjes tjetër mes Turqisë dhe Rumanisë me 31 mars. Me Slovakinë kemi shumë gjasa që të bëjmë një ballafaqim të mirë cilësor. Ndeshja e dytë presit ta kemi kundërshtar Turqinë, e cila për mendimin tim është një skuadër shumë e papërshtatshme për neve, por luajmë Kosovë do të ketë mundësi. Kosova do të shpresojë që në prag të atyre ndeshjeve të jetë në formën më të mirë dhe të mos përballet me mungesa siç i kishte ndodhur në play-offin për Europianin 2020.